Se përket çmimeve, çmimet janë zakonisht është tregelir, edhe çmimet variojnë, ndoshta ka pasur ngritje pak, ndoshta shumë pak, po jo në ndryshim i madh. Mirë po, ka dhe çmime të ndryshme për produktin e njëjtë, për shkak se ka produkt ekonomik, ka me dizajn më të mirë, ka me material më të fortë, në varet është se nuk jam njoftuar konkretisht për ankesën që ka mujt mu bo, mirë po unë zbesoj që çmimet janë të larta. Domethënë kemi çmime që janë normalisht bazuar në çmimin e tregut, mirë po njëkohësisht edhe materialet që kjo industri përdor. Nëse materialet mbrenda këtyre 2-3 viteve ka pas një luhatje 20 deri në 30% ngritje në çmim të materialit, normalisht ka shku edhe te na një trend i rritjes së çmimit final. Për shkak se gjithë landa e parë, qoftë materialet drysore, druri, MDF-i, materialet që përdoren, aksesorët, mekanizmat të ndryshëm, gjitha kanë pasur ngritje. Kështu që reflekton normalisht edhe në produktin final. Por që kjo është çmimi i tregut edhe nuk besoj që është një çmim i paakceptueshëm. Mirë po, ka dhe produkte ekonomike në Kosovë mjaftueshëm për ata që dëshirojnë lirë, për ata që dëshirojnë mirë, kualitet edhe dizajn. Ndoshta në dukje ndonjëherë materiali edhe produkti duket i njëjtë, ama është i prodhuar prej materiale të ndryshe, edhe kushton shumë më shumë. Krejt më varet domethënë çfarë kategori edhe niveli të ulët, lart, mesëm dëshiron klienti me e marrë. Është e minti përmes agjencionit Kjesa që zakonisht aty ka pas në platformën e tyre ka pas komunikime të vazhdueshme, shpallje të vazhdueshme lidhur me ndërmarrjet e vogla të mesme, mikrondërmarrjet për përkraje në makineri, në digitalizim, certifikim të produkteve. Kjo ka qenë ajo pjesa kryesore që kompanitë kanë pas drejt të aplikimit edhe kanë apliku, që çdo vit është sill ndoshta kjo totali granteve 6 milion 10, po ajo është për gjitha fushat, jo vetëm për industrinë e drurit, po përfshihet edhe industria e drurit në atë përfitim që ndahet si fond nga qeveria përmes agjencionit Kjesa që implementohet. Ka dhe mbështetje nga Luksemburgu apo donatorët të cilët e plotësojnë nganjëherë fondin edhe bëhet shpërndarja përmes Kjesës. Kështu që kjo është pak a shumë përkraja qeveritare, pa fol për këto pjesën e politikë bërjes, strategjitë e industrisë, të cilat vetëm janë krijuar dhe janë një lehtësim dhe mundësi e mirë për bizneset. Përkraja tjetër është na si shoqat, domethënë që 20 vite që ofrojmë për anëtarët tanë, që kryesisht është informimi, njoftimi i kompanive me të rejat e fundit, organizimet e konferencave, takimeve biznesore jashtë vendit dhe ekspozimet ndërkombëtare, ku na si shoqat tash 2025 të jemi edhe anëtare të klasterit evropian të mobilerisë, ku e përfaqësojmë Kosovën pikërisht për industrinë e drurit dhe jemi përfaqësuesi vetëm i Kosovës në këtë grup të klasterit evropian. Nëse një industri është prioritet për një qeveri, për një shtet, edhe konsideron një industri strategjike, atëherë normalisht që kërkesa jonë për të mbështetur këtë industri është e madhe. Edhe mundësia e Kosovës me gjitha fondet edhe mi mobilizu edhe gjithë donatorë tjerë potencial që i kemi në Kosovë, kemi ide mjaft se si mund të zhvillohet më shpejt edhe më mirë kjo industri, vetëm normalisht që duhet të rritet fondet, buxhetet për përkrajet e industrisë. Qoftë përmes granteve, qoftë përmes investimeve që këta i bojnë tek pajisja teknologjia landa parë. Këta kur e marrin një projekt në Evropë, për shembull një projekt 6 muaj është ai cikli prej momentit kur furnizohen me material deri në momentin kur e shesin produktet dhe i marrin paret për atë projekt që kanë bë. Ky cikël duhet mu mbulu prej bankave komerciale, që shpeshherë për kompanitë është nganjëherë edhe pamundshme për shkak të periudhës shkurtë të kthimit të pagesës. Prandaj çdo fond për zhvillim të industrisë, i cili mund të krijohet edhe themelohet, që unë shpresoj që është e realizueshme nga qeveria, do të ishte një përkraje edhe një injekcion i mirë për këtë industri edhe për industritë tjera që kemi të zhvilluara në Kosovë, sepse na nuk kemi shumë industri të zhvilluara në Kosovë, edhe këto të paktat që i kemi duhet me subvencionu, me stimulu që këto të ecin më shpejt edhe të ecin përpara. Edhe iniciativa tjera që janë ekspozimet, takimet ndërkombëtare, domethënë kur na organizojmë grupe
të kompanive që i dërgojmë në Evropë apo GTU, aty me njëherë kemi kontakte rrjedhësim edhe kurorëzim me një kontratë apo me një marrëveshje. Prandaj këto iniciativa grupore të kompanive për të përcjell tek vendet të ndryshme të Evropës që të njihemi, janë iniciativa që mundet shumë lehtë mu financu edhe mu mbështet nga qeveria. Ku na si shoqat gjithmonë kemi organizu kësi evente, mirë po kemi qenë kufizuar me fondet të USAID-it, apo të Luksit, apo të projekteve të ndryshme, mirë po kërkojmë që edhe këto të mbulohen prej qeverisë, sepse çdo investim është një kthim mbas. Na kemi rastin e ekspozimit të kompanive para 2 vjetë në Swiss Bao Basel, ku qeveria ka investuar rreth 150.000 euro për pjesëmarrje në panajirin e Zvicrës, kurse kthimi apo eksporti nga ato kompani brenda një vite ka qenë mbi 4 milionë e gjys. Domethënë është një vlerë e shtuar për Kosovën, sepse ato mjetet e eksportit futen brenda në Kosovë, kur ti eksporton. Edhe nuk është asgjë paraja apo investimi, multiplifikohet tek kthimi edhe arrin atë standardin që çdo qeveri investon edhe i mbështet kompanitë, qofshin ato të Turqisë, Gjermanisë, ku në shumë vende marrin pjesë si shtande shtetërore edhe në mënyrë të vazhdueshme në panajire të ndryshme edhe në konferenca dhe rrjedhëzime ngjarje të tilla. Po përkundër gjitha vështirësive që kanë pasur gjithë sektori i drurit ka arritur që të ecë edhe më tutje përpara, domethënë ka një ngritje në prodhim, sidomos prodhimin që kemi eksportuar, kanë qenë në shifra më të larta, edhe po besojmë që edhe vitin e ardhshëm do të kemi edhe një ngritje sa të pak vogël. Okej, sa i përket ndihmës nga qeveria, muj me thonë se jemi të kënaqur, nga se kanë bërë disa ndihma, mos të thënë ndihma dhe subvencione që me të vërtet e kanë ndihmu sektorin tonë, edhe domethënë kanë importuar makineri të reja, bazë të asajna që kemi përfituar disa grande, kështu që është në rrugën që mendoj që është në rrugën e mirë. Po kërkesat janë, muj me thonë shumë kërkesa, mirë po një ndër to është me ndihmu sektorin tonë në eksport. Domethënë që është me bë lehtësimin e procedurave doganore edhe ashtu. Sidomos tash që shumë kompani eksportojnë jashtë. Po normalisht se inflacioni e bën vetën, kështu që edhe për mbështetje duhet të rriten edhe çmimet. Jo, unë mendoj që ngritjet kanë qenë normale, nuk kanë qenë më një shkallë të lartë që thuhet, po kanë qenë normale edhe domosdoshme. Atë mos që mendoj që edhe vitin e ardhshëm do kemi një ngritje të vogël. Po Kosova ka, sidomos po flas në sektorin tonë ka pas ngritje. Ka pas ngritje edhe ka kapacitete, por si në gjithë sektorët mungesa e punëtorëve është pak e theksuar. Në këtë në bashkëpunim me Ministrinë e Plotërisë kemi pas takime edhe kemi bërë disa vlerësime se si duhet rregullohet kjo çështje, ka përmirësime në këtë drejtim.